Të ende në mëngjes nis dita e parë e agjërimit për muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Myftinia Pogradec ju uron besimtarëve musliman gëzuar muajin e madhërueshëm të Ramazanit, agjërim të lehtë dhe të pranueshëm tek Allahu i lartësuar. Mirel Mazelli, imam i xhamisë Ebu Bekër në Pogradec, sjell mesazhin e tij të urimit me rastin e kësaj feste të madhe të besimit musliman. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit të Gjithëmëshirshëm Mëshirëplotit. Allahun e madhruar e falenderojmë, i cili na mundësoi që të arrijmë edhe këtë muaj të begatë të Ramazanit. Arritja e muajit të begatë të Ramazanit është një mirësi e madhe për Allahun e madhruar, për ata të cilët e jetojnë dhe përjetojnë këtë muaj. I dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam kur hynte muaji Ramazanit i uronte besimtarët, i ka uruar sahabët edhe mbari umetin islam, duke thënë ju erdhi muaji i begatë i Ramazanit. Një muaj ku në atë hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e ferrit. Në muajin e Ramazanit Allahu i madhruar i prangos djajt dhe gjindet agresiv. Në muajin e Ramazanit Allahu i madhruar për çdo natë shpëton njerëz, i liron nga ndëshkimi. Dhe muaji i Ramazanit është një muaj ku besimtarët afrohen njëri me tjetrin. Muaji i Ramazanit është muaji i solidaritetit, ku të pasurit të cilëve Allahu i madhruar i ka begatuar e shtrin dorën e bujarisë tek njerëzit të cilët janë në nevojë. Muaji i Ramazanit është muaji i tolerancës, i faljes, ku njerëzit i falin njëri tjetrin për të fituar mëshirën dhe begatinë e Allahut të madhruar. Muaji i Ramazanit është muaj ku familjarët afrohen me njëri tjetrin, bashkohen në sofrën e syfyrit edhe në kohën e iftarit. Muaji i Ramazanit është muaj ku xhamit, shtëpitë e Allahut të madhruar të imbushen me të rinj edhe me të reja. Një gjë e cila na tregon besimin në shtrimin, devocionin ndaj Allahut të madhruar, sepse edhe agjërimi i Ramazanit kur Allahu i madhruar na i ka bërë detyrë, na i ka bërë obligim, na ka thënë o ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi i muajit të Ramazanit, ashtu sikurse ju ishte bërë obligim edhe atyre të cilët kanë qenë përpara jush, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Pra, qëllimi i agjërimit është që besimtarët të rikthehen tek Zoti, të bëhen më të mirë se çka qenë, dhe muaji i Ramazanit është mundësia më e mirë që njerëzit të rikthehen dhe për të përmirësuar dhe për të qenë më të mirë dhe më të dashur me njëri tjetrin dhe më të afruar tek Allahu i madhruar. Unë uroj qytetarët dhe banorët e rrethit Pogradec, uroj nga zemra agjërim të lehtë edhe të pranuar tek Allahu i madhruar. Zoti i begatoftë të gjithë me mirësitë dhe begatitë e tija të pafundme.